Serugu jetoi 30 vjet dhe I lindi Nahori. Mbas lindjes së Nahorit, Serugu jetoi 200 vjet dhe I lindën bi dhe bia. Nahori jetoi 29 vjet dhe I lindi Terahu. Mbas lindjes së Terahut, Nahori jetoi 119 vjet e I lindën bie dhe bia. Terahu jetoi 70 vjet dhe I lindi Abrami, Nahori dhe Harani. Këta janë pasardhësit e Terahut. Terahut I lindi Abrami, Nahori dhe Haranit I lindi Loti. Harani vdiq në pranitë të Terahut, babait të tij, në vendlindjen e tij në Ur të Kaldeasve. Dhe Abrami dhe Nahori morën gra. Emri I gruas së Bramit ishte Sarai dhe emri I gruas së Nahorit ishte Milka, e bia e Haranit, Jati I Milkahut dhe Jati I Iksahut. Por Sarai ishte shterp, nuk kishte fëmijë. Pastaj Terahu mori të birin Abraham dhe Lotin, të birin e Haranit, do me thënë djali I të birit dhe Sarain nusen e tij. Gruaja e djalit të tij Abraham dhe dolën bashk nga Ur I Kaldeasve për të vajtur në vendin e Kaneanve. Por kur arritën në Haran, ata u vendosën aty. Terahu jetoi 205 vjet, pastaj Terahu vdiq në Haran.